Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Receta me vaj ulliri që ju heqë 10 vjet nga fytyra, ja se si ta përgatisni. A e dini se lëkura është një organ, megjithëse është jashtë organizmit ton, lëkura konsiderohet gjithashtu një organ dhe në fakt më i madhi i të gjithëve. Duke qenë jashtë organizmit, lëkura është më e prirur se çdo organ tjetër që të dëmtohet nga faktorët si për shembull klima, rrezatimi diellor dhe njëkohësisht bakteret dhe toksinat e mjedisit. Kjo është edhe arsyeja pse është jashtëzakonisht e rëndësishme të dimë se si të kujdesemi sa më mirë për lëkurën tonë. Sot ne do t'ju tregojmë se si të përgatisni kremin, i cili do të zhduk rrudhat, do të ushqejë lëkurën tuaj dhe gjithashtu do të rinovojë lëkurën tuaj në vetëm 7 ditë. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë një lugë gjelle, vaj ulliri, një e verdhë veze dhe një lugë mjaltë dhe një lugë vazelinë. Përgatitja. Për ta përgatitur këtë krem të shkëlqyer kundër rrudhave në shtëpi, duhet që të shkrini vazelinën dhe ta vendosni atë në një tas. Shtoni përbërësit e tjerë dhe i përzieni derisa të krijoni një masë homogjene. Lëreni kremin për 3 minuta në fytyrë. Pastaj hiqeni atë me pambuk dhe në fund lani fytyrën me ujë të ftohtë. Aplikojeni këtë krem çdo ditë në fytyrën tuaj dhe pas një jave, lëkura juaj do të bëhet më e bukur, e pastër dhe njëkohësisht shumë e re. Rrudhat janë një pjesë e paevitueshme e procesit të plakjes. Tek disa njerëz rrudhat dalin pikërisht përpara kohe, sidomos tek zona e syve, gojës dhe e qafës. Rrudhat shkaktohen jo vetëm nga rënja e prodhimit të kolagjenit, por edhe nga ndotja, ekspozimi në diell, mungesa e vitaminës D3, përdorimi i tepërt i produkteve kozmetikore dhe ndryshimi i kremrave dhe njëkohësisht duhani. Rrudhat mund të zbehen, shmangen dhe të mbahen nën kontroll me disa trajtime natyrale. Në këtë video ju do të mësoni disa prej recetave më të mira natyrale të rrudhave. Vaj arrës së kokosit. Me këtë vaj mund të masazhoni zonën e rrudhave duke kryer lëvizje rrethore. Pas masazhit ju gjithashtu mund të mbani vaj në lëkurë për gjatë gjithë natës. Kura duhet përsëritur çdo mbrëmje. Vaji i arrës së kokosit i jep lëkurës tuaj një shkëlqim natyral dhe zbeh rrudhat. Vitamina E. Kapsulat e vitaminës E mund t'i blini në farmaci dhe të përdorni disa prej tyre çdo mbrëmje. Vitamina në formë vajore duhet aplikuar sidomos tek zona e rrudhave dhe duhet mbajtur për disa orë. Ky trajtim duhet bërë çdo mbrëmje. Uthulla e mollës. Përzieni një lugë gjelle me uthull molle dhe një lugë gjelle me mjalt. Aplikojeni këtë maskë në lëkurë dhe në qafë dhe mbajini për plot 15 deri në 20 minuta dhe shpëlajini me ujë të vakët. Këtë maskë aplikojeni në lëkurë dhe në qafë dhe mbajini për 15 apo 20 minuta dhe shpëlajini me ujë të vakët. Duhet ta përdorni të paktën 2 herë në javë. Uthulla e mollës ruan ekuilibrat e pH-it, ndërkohë që mjalti i jep fytyrës tuaj shkëlqimin rinor. E bardha e vezës. Rriheni të bardhën e një veze dhe më pas vendoseni në lëkurë. Prisni sa të thahet dhe më pas shpëlajini me ujë të vakët. Kjo maskë e përshtatshme gjithashtu për lëkurat me yndyr duhet bërë 2 herë në javë. E bardha e vezës e tendos lëkurën dhe gjithashtu zbeh rrudhat. Avokado. Tulin e avokados mund ta shtypni në një mikser dore dhe ta mbani në fytyrë për 20 deri në 30 minuta. Kjo maskë duhet bërë të paktën 2 herë në javë. Avokado zbut rrudhat dhe i jep lëkurës tonë shëndet, gjallëri dhe njëkohësisht shkëlqim.
Sipas informacioneve, edhe aloe vera mbetet një produkt fantastik për lëkurën tuaj. Përzjeni një lugë gjelle me xhelin e aloe verës me të bardhën në një vezë. Maskën bajini për gjysmë ore dhe më pas shpëlajini atë me ujë të vakët. Xheli aloe verës është një burim i pasur i vitaminës C dhe bashkëpunon mirë me të bardhën e vezës kundër rrudhave. Lëngu i limonit. Përzini sasi të barabarta të mjaltit dhe të lëngut të limonit. Maskën bajini në fytyrë për 10 minuta. Lëngu i limonit gjithashtu përmban vitaminë C dhe nxit formimin e kolagjenit, i cili po ashtu zbeh rrudhat. Soda e bukës. Përzini një lugë gjelle me sodë buke dhe një lugë gjelle me ujë. Fërkojini lëkurën tuaj me lëvizje rrethore për disa minuta ose aplikojini si mask dhe mbajini në fytyrë për 10 minuta. Soda e bukës gjithashtu heq qelizat e vdekura dhe përmirëson qarkullimin e gjakut. Ndërkohë, sa herë që qeshni dhe shprehni një emocion apo qëndroni shumë gjatë në diell, një vizim i ri shtohet në fytyrën tuaj dhe ky proces është aq sa natyral që shfaqet me kalimin e moshës, por edhe aq i sforcuar nga faktorët të jashtëm por i menaxhueshëm. Trajtimi me kosë dhe karrotë. Ky trajtim është i pasur me vitaminë C, e cila ndihmon në luftimin e plakjes dhe po ashtu përmban beta-karoten dhe acid laktik. Bashkimi i të gjithë këtyre mineraleve dhe vitaminave së bashku i jep fytyrës tuaj mundësinë që të rigjenerohet. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë një karrotë, 5 lugë gjelle kos, një lugë gjelle lëng limoni. Përgatitja. Si fillim qëroni karrotën dhe priteni në radhë të vegjël. Hidheni ato në mikser bashkë me përbërësit e tjerë dhe përzjeni. Më pas vendoseni në fytyrë në darkë në zonat problematike për ju dhe lëreni të veproj për 30 minuta. Në fund, shpëlajini fytyrën me ujë të vakët dhe lyeni me krem hidratues. Këtë trajtim këshillohet që ju ta kryeni çdo natë përpara gjumit. Ndërkohë që pastën me kosë mund ta ruani në frigorifer deri në 2 ditë. Trajtimi me kosë dhe aloe vera. Vetjet rigjeneruese dhe freskuese të përbërësve të këtij trajtimi janë idealet për të larguar njëkohësisht lodhjen dhe rrudhat nga fytyra juaj. Antioksidantët, uji dhe fibrat natyrale që përmbajnë janë idealet për lëkurë të pastër. Përbërësit janë 2 lugë gjelle vaj kokosi. Përbërësit do t'ju duhen gjithashtu 5 lugë gjelle xhel aloe vera dhe gjysmë kastraveci. Në një mikser hidhni kastravecin e qëruar dhe njëkohësisht të prerë, xhelin e aloe verës dhe vajin e kokosit. Përzjeni ato me shpejtësi të gjithë përbërësit derisa maska të jetë një trajtshme dhe më pas vendoseni mbi fytyrë. Lëreni të thahet për 40 minuta dhe më pas shpëlajini me ujë. Këtë trajtim këshillohet që ju ta bëni për 40 minuta derisa të thahet dhe më pas ta ndiqni 3 herë në javë. Trajtimi me majdanoz, mjalt dhe limon. Majdanozi po ashtu është një nga produktet që do ju ndihmojë shumë për fytyrën. Ju duhen 3 deg majdanoz, 5 lugë gjelle mjalt, 2 lugë gjelle lëng limoni. Shtypni në një enë majdanozin dhe bashkojeni me mjaltin dhe limonin. Vendoseni kremin e formuar mbi fytyrë dhe lëreni të veprojë për 20 minuta. Më pas, shpëlajini fytyrën tuaj me ujë të bollshëm. Ky trajtim rekomandohet të përdoret vetëm para se të shkoni për të fjetur. Mirë po, duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj.
Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.